عباد الله ويربط الله يتذكر الإنسان كم شخصا كانوا معنا في رمضان الماضي. Le të kujton insani njeriu sa prej personave kanë qenë në Ramazanin e kalun me neve. وفي هذا رمضان الآن هم في قبورهم تحت التراب فرادى. Dhe kujto që në këtë Ramazan ata janë tani në ndhej të vetmuar vet. وكم من الناس أيضا صاموا معنا في رمضان الماضي. Dhe kujto o Rabbi Allahut sa prej njerëzve agjerimin me ne në Ramazanin e kalun kanë qenë të smur, nuk kanë qenë të fuqishëm që me agjeru atë Ramazan. Lakin alan hum maradun au fil mustashfa la yastati'un siyam wala qiyam. Mundohet që edhe në këtë Ramazan kemi njerëz të smur që janë në spitale, që nuk mujnë as me agjeru, as me fal namaz, mi fal namazet apo mi fal namazet taravih. O ju vëllezër, e gjithë këto fjalë për t'ja ditur vlerën e Ramazanit, për të cilën është temë e jonja, temë e hutbës tonë është vlera e Ramazanit. E gjitha këto fjalë ju vëllezër që i thash, kujton mesin ton, sa prej nesh nuk janë, kanë vdekë dhe nuk e kanë arritë muajin e Ramazanit. Sa prej nesh janë në për spitale, nuk mujnë me agjeru dhe nuk mujnë me fal namaz, dëshira të ndoshta është me agjeru dhe me fal, mi po nuk mujnë shoku i smundjeve. E për t'ja ditur vlerën e Ramazanit, ndëgjoje këtë tregim. Rajulani aslama inda nabi sallallahu alaihi wasallam. Dy persona shkonën tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam për ta pranuar Islamin. E dëshmuan shahadetin, hynën në Islam. E nga ai moment ata njëri me tjetrin gjithmonë bënin vepra të mira, ngaranin vepra të mira. Nëse ai ka bë betej, edhe ky tjetrin betej. Nëse ai ka dhënë sadaka, edhe ky sadaka. Nëse ai ka dalë në sabah me fal namazin, edhe ky të njëjtën gjë. Mirë po, njëri prej tyre ra shahid në betej, ndërsa tjetri ndroi jetë mbas një viti në shtratin e tij. E na tregon Talha ky sahabi dhe hadithi është i pranuar, hadithi është i saktë. Tregon Talha dhe thot: i pash ëndër këta dy persona, këta dy djemë të ri, i pash ëndër. Allahu Azza wa Jall e thirri ata i cilë ka prit agjerimin me hinë e xhennet, po nuk e thiri të parin shahidin me hinë e xhennet. Atëherë i dul gjumi Talhas, shkën në xhami të profetit, u taku me sahabët dhe ja fillonën sahabët duke ngrit zanën që shka mundësi që para shahidit me hi i pari a i cilë ka prit edhe një vit Ramazanin. Pastaj dul profetit sallallahu alaihi wasallam, i qetësoi sahabët dhe i tha: limadha ta'jabun, e për shka ju po çuditni? A nuk është ai që e kanë zanë edhe një vjet Ramazan dhe ka fal kaq recate dhe pejgamberi për janë recatet. Thot e shembulli këtyre dyve shokëve, ati shahidi dhe ky që kanë zanë Ramazanin, thot o sikur gjerësia me qiell dhe tokës, a barazohet gjerësia me qiell dhe tokës. Subhanallah, si me thonë dita me natën, a ka mundësi mu kone njëjtë? Jo, nuk është e njëjtë. Por këta ju vëllezër, kjo është vlerë e Ramazanit. Kjo është vlerë e Ramazanit. Ato që e përmendëm na për të vdekurit tonë, Allah i mëshiroft, e ka caktuar Allah Azza wa Jall. Amo dije mirë, për mja ditë vlerën e Ramazanit, shiko, në qoftë se Zoti ta ka mundsuar me prit Ramazanin, çfarë vlerë ti ki për namazin tonë, për agjerimin tonë, që se ka pata shahidi, nuk ka hi shahidi para teje në xhennet, inshallah shpresoj kështu të e tham. Ashtu që ka ndodhur në kohën e profetit. Është thirr para shahidit agjëruesi, pse e ka prit vetëm edhe një vit agjerimin. O ju vëllezër, fa idraka shahr Ramadan ni'ma adhime. Më të vërtet me e prit muajin e Ramazan është prej dhuntive më madhështore. Liana shahr Ramadan shahr rahamat. Nga se muaji i Ramazanit është muaj
që i përfshin gjitha adhurimet me mshirë, e fitan njeriu mshirën e Allahut azza xal. Ma ajmalu al-muslimu an yaftataha shahrahu bima'rifati qadri ni'mati allati an'ama Allahu biha 'alayha. E sa ndima i bukur për muslimanin është që ai ta hap këtë muaj duke ja ditë kudretin, vlerën e nimeteve të cilën Zoti ka begatu ata. O Rabbi Allah, ka të begatu Zoti. Sendi ma i bukur për ty është monale me thane, ma ka mundësu Zoti me prit mujnë e Ramazanit. Ky sendi ma i mirë, me e gjmelu, sendi ma i mirë është. Ndaj muslimanit me kujtu që ta ka mundësu Zoti me prit këtë Ramazan. Ramazani ka vlera të shumëta. Qad nashkurullaha ala ni'mati dunya, lakin ni'mati din qad la nash'uru biha. Pa e keqë o kja. Ndodhë që na e falendrojmë Allahun për sendet e dynjajës, ndërsa sendet e dinit ton, të ahiretit ton, nuk mujmë as mi i vrejt ata ndjenjat tona. Subhanallah. Si është e mundur për dynja njeriu me falendru Allahun, ndërsa a e ndjen vetin ton si krenar, si vlerë që Zoti ta ka dhënë me prit muajin Ramazanit. A pe ndjen këta? Allahu azza janna përmirësoj të gjithë. Jemi në fillim të muajit Ramazanit, ala dhe në fund do të më ndje këta. Do të thonë alhamdulillah ma ka mundsuar me prit Zoti Ramazanit dhe shtaj punë të mira, vepra të mira. Undhuru ila ni'millahi alayka fi dinik. Kam min an-nas man hurimu hadhihi as-salawat. Shiko rreth teje, shiko veten ton, për nimetën që Allah azza xal ta ka dhënë në fejen ton. Sa për njerëzve janë ndalu, se ka mundësu Zoti me fal namaz. Bërëm ta shon namazin, bërëm ta shon agjerimin, qërë vetën tonë se ka po anan ti, po anan ka agjerimi, po anan ka namazi, dijemi që Zotit ka dhonë dhunti, ka të veçu për krijesave tjera që ti me qenë adhurusi Allah të azogjen. Jo që na po dojme, amo Allah azogjen është duke dash ty dhe duke të adhonë këtë nimet, këtë bereqet mirë, këtë madhështit mirë, është duke të veçu Zotit. Subhanallah. Shukru ni'me, miftahun hidaje o taufik. E kjo është e ju lëzër. E me e falemderu Allah në zëgjel. Pse Zotit ka të begatu me e prit të Ramazanin. Apo me falemderu Allah në zëgjel. Për një metet e tjera që Zotit ta ka mundësu me fol një namaz. Zotit ta ka mundësu me dhonë sadaka. Zotit ta ka mundësu me agjerut. Ka të veçu për njerëz e tjerë. Atëre kjo është qelc i udhëzimit dhe i suksesit të veprave të tua, e ku del për Allah kime po suksesin e veprave të tua. Që falenderoj Allah në azza xhel, nga se shukri është qelc i udhëzimit dhe qelc i suksesit. O ju vëllezër, ibad Allah, vlera e parë e Ramazanit është Ramazani i hap dyert e xhennetit dhe i mbyll dyert e zjarrit. Subhanallah. Gjojën ai muj tjetër që hapën dyert e xhenetit. Gjojën ai muj tjetër që mbyllën dyert e zjarrit xhenemit. Çka kuptojmë me këtë fjalë? Domethënë në Ramazan, jashtë Ramazanit, xheneti është çelta mshël. Domethënë mas Ramazan, para Ramazan, apo jashtë Ramazanit, xheneti ku ka domethënë mshël. Mirë, e zjarri xhenemit çel. Ama kur po vi ka Ramazani, vlera Ramazanit, xhenetin po ta çel, e xhenemin po ta mshël. Subhanallah. Kjo vlerë. Për këto thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam. Kur të hen muji Ramazanit, hapën dyert e xhenetit dhe mbyllën dyert e zjarrit të xhenemit. Undhuru ibad Allah, هذه تغيرات السماوية لأجل دخول شهر رمضان. Shiko, medita rreth vlerat e Ramazanit. Vetëm që po vjen muji Ramazanit, edhe qielli po ndryshan, edhe xheneti po hapet, edhe zjarri i xhenemit po mbyllet. E si është gjendja jonë kur na e përjetojmë këtë vlerë në Ramazan? Jemi në Ramazan. Është nimet i Allah që Zoti na ka begatu. Kur qielli po ndryshan, kur dyert po çelen, xhenetit po mshelen, qysh janë trupat tonë, çfarë reagimi ata kanë?
apo ja dim vlerën në Ramazanit. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذه الشهر لكثرة الأعمال الصالحة. Dhe kështu të është që hapën dyert e xhenetit shkaku i veprave të shumta në Ramazan. Vetëm në Ramazan njeriu agjeron, po e tham këta. Vetëm në Ramazan njeriu i shton punë të mira, namazin, zakatin, sadakan, zikrin, leximin e Kuranit, të gjitha. Krejt këto sende e bujnë që më hapë xheneti. Do më thonë që Ramazani ka vlerë të cilën Zoti e ka zgjedhur ata. Nga vlerat e Ramazanit i vëllezër është Allah e zgjedhur që në këtë muaj ta zbret Kur'anin. Subhanallah. La ilaha illallah. Nuk e zgjedhën ai muaj tjetër, as muajin e Haxhit, as muajin Muharram. Mi për shahru Ramadan e zgjedhin muajin e Ramazanit, ku Allah azza wa jalla thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaji i Ramazanit është që në të ka zbrit Kur'ani. Muaji i Ramazanit është që në të ka zbrit Kur'ani. Sendi më i mirë, o ju vëllezër, pi tham cilësia më e mirë e Zotit është fjala e Allahut, kelamullah, e ka zbrit Allah azza wa jalla në Ramazan. Çdo sen që na rrezikon neve është e krijuar. Ama fjala e Allahut nuk është e krijuar, është fjala e Allahut drejt për drejt, adhurim me Zotin ton fulti. Subhanallah. A nuk është kjo vlerë për ne? Kjo është vlera e Ramazanit. La ilaha illallah. Për këta kur e ndëgjon që Allah azza wa jalla ka zbrit fjalën e tij, e ka zgjedhur në muajin e Ramazan, në dita o Rabbi Allahut. A jam të adit vlerë Ramazanit ajo. O ju vëllezër, nga vlerat e Ramazanit është në Ramazan ditët e sajna agjerohen. Agjerimi i ditë e Ramazanit do të jetë për ty pengesë edhe në dunja edhe në ahiret nga zjarri. Çish ka mundësi më konë në dunja pengesë nga zjarri dhe në ahiret? Në dunja kemi zjarë, që ashtu të regajnë, ja spjegaj me lejnë Allah. Ramazani, vlera e saj është, çka bëjmë në Ramazan? Ditët e Ramazanit na ja e xherojmë. Allah i ka dhënë vlerë Ramazanit me ditët, për ta ka thonë, e jeme ma'dudet. Ditët e Ramazanit janë të caktuara, të numruara. Ditët e Ramazanit agjerohen, shfrytëzohen me agjerim. Dhe agjerimi i ditëve të Ramazanit janë për ty pengesë që në dunja nga zjarri, nga zjarri në dunjas, edhe të ahireti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Es-siyamu junnatun." Më të vërtet agjerimi i ditët e Ramazanit për ty do të jetë mboroj. A ki pa njeri përpara kur ka shku me luftu e ka marrë të mborojen, pse më mbroj për vdekjes. E që tash kuptoja hadithin që tash para pak sekondave, mboroj për zjarrit. Kanë orë dy kuptime këtu mboroj. Mboroj për epsheve, epshet janë zjarr. Që moment që i ti jep epshit tan, ti kishti vetin zjarr. E agjerimi ty të mbron prej epsheve në dunja, ndërsa në ahiret mbron për zjarrit xhenemit. E shen agjerimin, e shen del para Allahut azza wa jall. Jemi gjallë kena me pa inshallah. Allah na bëf për tëve. Del dhe dëshman për ty kur është agjerimi. Ka agjeru ditë e Ramazanit, ka lanë hajën dhe pijen për Allahun azza wa jall. Nga vlerat e Ramazanit të vëllezër është që ditët e Ramazanit me agjerim janë të veçuara tek Allahu azza wa jall si adhurim dhe shpërblim. Da me thonë, për i vlerat e Ramazanit, ditët e Ramazanit janë veçun. Sa do është dita e tretë, nesër dita e katër, e veçun tek Zoti. Sa do është e mirë, nesër edhe më e mirë. E parë është kjo si adhurim. E dyta edhe si shpërblim. Sa dhe ki shpërblimin tek Allah azza wa jall, inshallah. Amo nesër ki edhe më të madh shpërblimin. Subhanallah. Për ta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot Allah azza wa jall, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam. Çdo vepër e birit të Ademit janë për ta, caktune, nuk ka më shumë përveç agjerimit.
Pastaj thot Allah azza jall fe inna li wa ana ajzi bihi. Më të vërtet agjerimi është për mu dhe unë e shpërblej ato i cilë agjeron. Subhanallah, askush nuk mundet me ja ditë vlerën e shpërblimit të agjerimit vetëm se tek Allahu azza wa jall. Me këtë fjalë që thanë që Allah ka thonë agjerimi është për mu, nuk mund na me ditë saktësisht vlerën në shpërblimin e agjerimit vetëm se ky shpërblim është tek Allahu azza wa jall. Amo detet janë veçune, amo shpërblimi është i veçunë njëjtë në gjallë. O ju vëllezër, nga vlerat e Ramazanit është që në Ramazan i përmbledh llojet e durimeve, sabreve. As-sabru thalathatu anwa'. Durimi është në 3 lloj. As-sabru ala ta'atillah. Njeriu me bë durim në bindje në Allah azza wa jall. As-sabru ala maharimillah. Me bë durim në mos me katun ndaj Allahut azza wa jall. As-sabru ala qadarillah al-mu'lima. Me bë durim në caktimin e Allahut e që është e dhimbshme për neve kur ndëgjojmë, domethënë që shtojnë raste të vështira, vdekje dhe kështu me radhë. Si ka mundësi që nga vlerat e Ramazanit me qenë i përmbledh të gjithë, domethënë llojet e durimeve, të njëjtën gjë dhe shpërblejes për të gjitha. Po, nga e para, sabri i parë thanëm është me bë durim në bindje ndaj Allahut azza wa jall. Çka është Ramazani? Çka po bëjmë na durim? Apo ju bindni Allahut azza wa jall? Apo ju bindni Allahut azza wa jall? Me çka? Me agjerim. Dhe për këta, veç që ju ki bind Allah dhe ban sabër, ti ki me marrë shpërblimin tek Allahu azza wa jall. As-sabru ala muharimillah. Ti ban durim që me smeran e mekat. Ki mundësi me bo, i lirë, ama nuk ban mekat. Tu jo, nuk baj mekat. Ndalan mekatin, nga frika Allah. Dhe për këtë sabër që i ki ti, shpërblejesh tek Allah azza wa jall. As-sabru ala aqdarillahi al-mu'lima. Dhe durimi që është në dhimbje që ti e përjeton ata, është edhe kon e kanë shti ulemat edhe agjerimin. Ki lodhje, ki dhimbë, nashta barë, ki zërë që fishlojnë, nashta i të punu, nashta i ki nëzet, nashta ki udhtim, nashta i ki ata, e këta, mirë po të bandorim edhe për këta e mërë shpërblimi. Që të gjithë këta llojet e sabrit, krejt i përfshin agjerimi. Me një ditë ndoshta ti i përfshin gjitha llojet e sabrit. Për këta thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shahru sabri, dhe më të vërtet muji i Ramazanit është muji i durimit. Nga vlerat e Ramazanit është ajo vëllezër arritja e devotshmërisë në këtë muaj. Thot Allah azza wa jall, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besu, ju është bërë për juve obligim agjerimi, ashtu që ishin ata para ju të obliguar me agjerim. Pse? La'allakum tattaqun, me arrit devotshmërinë. E gjithë qëllimi, subhanallah, e gjithë qëllimi i Allahut azza wa jall për agjerimin që na me agjeru, është në fund në ka orë qëllimi. Për që ata, subhanallah, mufessirënët Koranit thujnë gjithmonë, e gjithë kuptimi ajetit është në fund. A ki po shumë ajete përfundojnë, inna Allah semiun alim, inna Allah basir, inna Allah kështë të mëra, subhanallah. Të reganë Allah për këta dhe fund të thot dishka. E gjithë qëllimi që është fillim, fund të reganë. E gjithë qëllimi jo në Ramazan, për bletë Ramazanit është që na me qenë të devatshëm. O jo, rëbë të Allahut, a jeni duke me ndu qëta dishka? Me ditani rrëtë shti ajetit. E gjithë qëllimi ko kanë devotshmëri. Agjerimi jonë për devotshmëri, apo. Min, devotshmëri në qka? Me agjeru. A nuk e kemi obligim? A nuk është halal? E qka me ndojmi për senet haramit? Para me ndaj devotshmëri për senet halalit, për në thatë neve Allah azza wa jall. Allahu akbar. Senet halalit për të ej, bani devat shumë. E ku janë sendet e haramit? Me largu haramit. Çfarë devotshmërie mundet me qenë? Subhanallah. O ju vëllezër, nga vlerat e Ramazanit është pastrim i mëkateve. Për të përgozoj o të i cili e ki arrit muajin e Ramazanit. Nga se për ty është pastrim, shpresojmë inshallah tek Allah azza wa jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadanu ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al-kaba'ir. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Ramazani dhe në Ramazan. Ramazan dhe në Ramazan. Da thonë qëtu në mes të je. Da që është pe Ramazani dhe në Ramazan qëtu të e ki mush plot me mekate. Apo, kështë të kuptimin e hadithit, po du me sharu. Da që që ki nëzon një Ramazan, dhe në Ramazan tjetër, ush mushtu me mekate, veç që e ki nëzon ti mujnë në Ramazanit, Allah ti ka falë gjënat me një kështë. Në qovë se ti ju largosh mekateve të naja. Mund të me thane kështë hoqë, unë kum bo mekate të naja, dvoglat a mu kanë falë, po, të falen edhe dvoglat, ama vetëm pëndau tek Allah për mekatet e naja. Të falen edhe ata me lena Allah të zëgje. O ju vëllezër, nga vlerat e Ramazanit është që në Ramazan është një natë, është një natë që Zoti ka veçu, i ka dhënë vlera dhe e don atë natë, shkaku që ka zbrit fjalën e tij. Këtë natë nuk muj me gjetë në asnjë muj tjetër, vetëm se në Ramazan në dhjeqen e fundit. E kjo është nata e Kadrit dhe për këta ju vëllezër, domethënë Ramazani ka vlerë tek na. Ibadallah, ju rob të Allahut. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم